Përshëndetje Ardiana, fillimisht uroj që t'jesh mirë. Shumë do kisha dëshirë që sot të isha pjesë në studion tënde, por për rrethana të ndryshme ku ndodhemi edhe shumë larg, nuk mundesha të isha prezent, por të premtoj publikisht se patjetër do jem pjesë e studios tënde në Prishtinë. Dua të potencoj për bibliotekën Linkest, që nga hapja e bibliotekës ne kemi ndryshuar 3 objekte, por nuk e kemi ndryshuar fare qëllimin ton dhe misionin ton për çështjen kombëtare në qytetin e alfabetit. Brenda këtyre 2 viteve tani jemi futur për 3, unë vazhdimisht kam kontribuar dhe kam punuar vetëm me fëmijët e vegjël të manastirit, të cilët unë i them zogjtë të manastirit. Ata janë rilindasit e vegjël të këtij qyteti kaq të shenjtë për kombin ton shqiptar, dhe fillimisht dua t'i prezantoj fëmijët e vegjël që sot më kanë ardhur këtu për të përshëndetur dhe ty posaçërisht deri në Prishtinë dhe për të dhuruar më të mirat e mundshme juve dhe të gjithë stafit tuaj të televizionit ku ju punoni. Do filloj me prezantimin prej tek Eliza e vogël. Përshëndetje, unë jam Eza Saliu, jam 9 vjeçe, jam nga manastiri, sot do recitoj një vjeshe alfabeti. Alfabeti ynë ka 36 gjerma, me ato ne shkrim shumë fjale e emra. Aja është e para, zhëja ja ndodh në fund. Derisa e mëson na dhanë shumë mund. Me ato mëson gjuhën por edhe historie. Tash thuhem shumë vargje për të shqiptarin. Atëherë kishte shkolla, tash kim universiteti. Meritën e kanë ata që përpiluan alfabetin. Tani do prezantojmë njërin zogjk tjetër, është Unë jam Eliza Lura, jam nga manastiri. edhe me tjetrën vazhdojmë. Unë jam Nuri, nga manastirit. E dua shumë Kosovën. Për ndryshe, Nuri nënën e ka nga Kosova, dhe me thënë Prishtina ka arritur deri në manastir. Tani kemi të prezantojmë këtë voglushën tjetër. Dhe unë jam pjesë të grupi e zogjve të biblioteka Linkest. Ne do të ruajmë gjithmonë gjuhën shqiptare, sepse ne e duam kombin dhe historinë tonë, nuk përshëndesim. Tani do vazhdojmë me Luanin, dhe Luani bën pjesë në grupin e zogjve. Unë jam Luan, Që të bësh Luan për të rritesh? ushtar. Dhe këtë e kemi një shumë të vogël e cila nuk mund të komunikoj shumë më lirshëm se sa zogjt e tjerë. Ardiana për të treguar për bibliotekën ka shumë gjëra të cilat nuk mbarojnë brenda një interviste. Domethënë përpos sukseseve të vazhdueshme që kanë qarkulluar brenda këtyre 2 viteve që jemi futur për 3, ka pasur edhe shumë vështirësi të tjera. Besoj në momentin që do të takohemi në Prishtinë, në intervistën në studion tënde, do të diskutojmë edhe gjërat më hollësisht. Vetëm dua të potencoj që ne nuk ndalemi asnjëherë, do ta vazhdojmë punën tonë vazhdimisht në fëmijët e manastirit. Jam shumë e lumtur që mbështetjen më të madhe ka marrë nga të vegjëlit këtu, po ashtu edhe nga prindrit e tyre. Ne do të vazhdojmë ta ruajmë gjuhën tonë, historinë tonë, trashëgiminë tonë, pasi që e ardhmja e kombit janë pikërisht fëmijët e vegjël dhe duke ruajtur të fëmijët tanë, ne do ta ruajmë të ardhmen e kombit tonë. Prandaj faleminderit të gjithë shqiptarëve atëherë para 2 viteve që na ndihmuan të përmbullonin kaq shumë libra, që edhe fëmijët e manastirit të kenë hapësirë kulturore, siç është biblioteka. Dua ta potencoj që biblioteka më nuk është vetëm një bibliotekë ku është mbushur me libra, por është shndruar në një qendër kulture për shqiptarët e manastirit. Ju ftoj edhe një herë të vini në manastir, meqense ju keni qenë 2 herë, ju ftoj për të 3-ën herë të vini në manastir, të vizitoni qytetin, të vizitoni shqiptarët këtu dhe posaçërisht të vizitoni këta të vegjëlit që kanë mësë shumë nevojë për mbështetjen e shqiptarëve të Kosovës dhe të Shqipërisë. Faleminderit dhe shihemi ndonjëherë tjetër në studion tuaj. Ç'do bëjmë tani?